Vjedhje e rëndë është regjistruar gjatë weekendit të kaluar në shkollën fillore Sami Frashëri në fshatin Pirog të komunës së Bugovinës. Sipas policisë së Tetovës, persona të panjohur, duke përdorur sende të forta, fillimisht kanë menjanuar drynin i cili ka qenë i vendosur në kapakun e rezervuarit për naftë dhe më pas me pajisje adekuate kanë nxjerrë rreth 1000 litra naftë për ngrohje. Më pas kapakun dhe drynin sërish i kanë vendosur në vendin e vet dhe janë larguar, duke mos u hetuar nga askush, ndërsa dëmi i përgjithshëm është vlerësuar rreth 59.000 denar, njofton sektori për punë të brendshme në Tetov. Sipas policisë, punohet në zbardhjen e plotë të kësaj vjedhje. Aksidenti i radhës është regjistruar në rrugën lokale Tetov-Trebosh, kur janë aksidentuar dy vetura të tipit Golf, njëri me targa të huaja i drejtuar nga 35 vjeçari AF nga Tetova dhe tjetri me targa të Shkupit i drejtuar nga 32 vjeçari BA po ashtu nga Tetova. Gjatë aksidentit, 7 persona nga 2 Golfat kanë marrë lëndime trupore dhe me vetura tjera janë dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës. 6 prej tyre janë dalur në spital, kurse një është lëshuar për kurim shtëpiak. Është bërë hetim në vendin e ngjarjes dhe punohet në zbardhjen e këtij aksidenti, ndërsa dëmi është vlerësuar rreth 60.000 denar, informon sektori për punë të brendshme në Tetov. Persona të panjohur të hënën pas dite kanë thyer dritarin e derës së pasme të veturës Peugeot 206, e cila ka qenë e parkuar në rrugën Videos Milevski Bato në Tetov, prone 52 vjeçarit FB nga fshati Kamjani Tetovës. Pasi kanë thyer dritaren, nga kariget e pasme kanë marrë një laptop, vlera e të cilit është llogaritur 48.000 denar. Pas hetimit janë marrë masa për kapjen e autorëve, njofton policia.